shqiptarëve për t'jetuar në Shqipëri e për t'pasur në ardhmë këtu. I duk të kot kamuj, se janë ardhmë jonë. Është digniteti jonë, është presa jonë, është tërgjegjja për t'pasur një vend për ne. Ata thonë se nuk ka korupcion. Unë ju pyes, a ka korupcion në Shqipëri? A ka korupcion në Shqipëri? Kush na vjedh ne? Kush na vjedh ne? Ata nuk duan të dëgjoj, ata nuk duan të shikoj, ata duan vetëm të vjedhin, ata duan vetëm të përfitojnë në kurrizin ton, në kurrizin e taksave tona, por ato i lejojmë ne. 35 ditë nuk është parë kur në Shqipëri një protest e tillë. Nuk është parë kur në protest një qëndrim, një rezistencë. Një protestues ndër 10 i cili është arrestuar është Altin Hila, një babaj, një fëmije invalid paralizuar. Mori pjesë në 33 protesta. A e dini kush është sot këtu? La punën është me fëmijën që nuk flet, që u shet nga barku, është nëna ati fëmije, është bashkëshortja Altin Hilas, ka dalë se do të luftoj për fëmijën e saj. Ka dalë se shpreson se Shqipëri e drejta mund të fitoj. A e dini ju se unë do vjoj të flasë sa të kem fry për shëndetësin, sepse për shqiptarët është krim ajo që po ndodh. Reanimacioni qëndror me 30 vende, po hyra aty, duhet vdesësh ti që ty tjetri, ose ai tjetri do vdes, se aty nuk ka vende. A e dini ju se tek neurologjia vdes po të bjerë goditje në kokë, nuk punon pajisja. Ka 2 vite që pajisjen e ka në spital, e pajisja nuk punon. Duhet kesh 35.000 euro për të shkuar në privat, dhe këto brenda 6 orëve të para. Spitali onkologjik është sot pa ilaçe, ka mungesa medikamentesh. A kanë shpirt këta? A kanë zemër këta? Janë nanat, janë motrat tona, baballarët, që vuajnë nga kanceri, e këta i lënë pa ilaçe. Dhe para kanë, i kanë parat, por i harxoj tek satelitët, tek incineratorët që nuk ekzistojnë, i harxoj tek kopshti Eden, i harxoj tek Tigri 1 dhe Tigri 3 atje në Vlorë. Dhe sikur këto parat kishin shkuar tek spitalet, nuk do kishte mungesa, do kishte aparatura. A janë këta kriminal? A keni parë çfarë kanë bërë këto ditë? Mbaroi protesta, tha. Mbaroi protesta, iku protesta, por protesta është më e fortë se kur. Por protesta është fuqesh. Kjo nuk ka më kthim. Ose ne, ose ai tutët 36 vjeçar. Kush do fitoj? Kush do fitoj? Kanë vjedhur 36 vite, kanë pasur mundësi 4 mandate. Çfarë duan më? Çfarë duan më? Nënat me fëmijë ti marrin 15.000 lekë, 11.000 lekë të vjetra në muaj.
nënat me fëmijë të paralizuar me aftësi ndryshe, 130.000 lekë të vjetra në muaj. Pensionistët marrin aq para sa nuk u dalin për ilaçe. I ndizni këto drita, i ndizni të shikojnë sa jemi e t'ju rrimu në moral. I ndizni t'i shikojnë e t'ju numërojnë. Shqipërinë, nuk duhet ta trajtojnë vendin tonë. Ndaj, valvitat flamure mos e dal kur. Valvitat flamur. Se Shqipëria kërkon dinjitet, jo më korupcion. Se kërkon drejtim, e jo më mundësi për t'ikur vetëm në Itali. Diaspora është këtu, diaspora është në shesh, Tirana është në shesh, qytetet e Shqipërisë janë në shesh. Vite nuk e ka parë Shqipëria një protestë të tillë, se nuk e ka organizuar partia, por e ka thirrur Shqipëria. Janë mbledhur diçka e fundit, janë mbledhur 150.000 euro për familjen e Altin Hilës. O zemra e shqiptarëve, është solidariteti shqiptarëve, sepse do japin atij një shtëpi, një mundësi, e do shkojnë parat për trajtimin e fëmijës. Zoti është përbleft juve gjithëve. Rezistenca duhet vijoj dhe tjetë pajësore, kjo është forca jonë, rezistenca është këtu në shesh, ne jemi qytetaria, ne jemi për të ardhmen, ne jemi për dignitetin. Shqipëria sot nuk është e jona, një njëri e ka bërë plaq, ja jep kujt ai të doj, por Shqipëria është e jona, dhe të mbetet gjithmonë e jona, sa të ekzistoj ky flamur. Zoti ju bekoft gjithë.